Këtë të diel të mugët po gradeci u gdhi me shi. Mëngjesi dhe paraditja kishin sjell mungesën e njerëzve në rrugë për jo të mjeteve. Mbas nga koha e vrentur, por më së shumti nga ndërrimi i orës, banorët preferuan të relaksonin dhe të kishin më tepër orgjumi në shtëpitë e tyre. Këtë të diel zyrtarisht edhe vendi ynë kaloi në orën dimërore, duke i dhënë fund periudhës orës verore. Në orën 03 të mëngjesit të 26 tetorit, akrepat shkuan një orë pas, duke sjellë një mëngjes më të gjatë dhe një ditë që do të nisë me errësirën e mesnatës. Kujtojmë se ndryshimi i orës bëhet çdo vit në të njëjtën periudhë në përputhje me vendet e tjera europiane, me synimin për të kursyer energji dhe për të u përshtatur me ndryshimin e dritës natyrore. Pas kalimit në orën dimërore, errësira do të bjerë më shpejt në qytetet tona, ndërsa ora e re do të mbetet në fuqi deri ditën e diel të fundit të marsit 2026, kur vendi ynë sërish do të rikthehet zyrtarisht në orën verore.